Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Këtu në këtë studio jam së bashku me këngëtaren fituese të festivalit Lulebor. Vetëm pak çaste, natyrisht na shkon në mendje ai festival që vërtet pati arritjet e saj, por këngëtarja fituese Rezar Tasmaja sot është në studion Mirëmëngjes Shkodër dhe unë dua ta uroj edhe një herë nëpërmjet këtij mikrofoni për suksesin. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, një zonjë nderuar për Shkodrën, siç je një zonjë Merita. Për mua është kënaqësi e madhe me ju taku. Në fakt kënaqësia është e imja, prej kohësh, por ja që e solli rasti që të kesh një nga kulmet e radhës dhe sot je këtu në studio si fituese e këtij festivali. Në fakt ke falë shumë emocione, një këngë shumë e bukur e kompozitorit Tonin Tarnaku, Shkodallnysh, mi vargjet e Filip Shirokës. Si erdhi kjo këngë tek ti, Rezar? Ndoshta kështu ka kene shkrume që unë me kënu këtë këngë. Faktikisht kur është dërgu kënga me sa unë di, nuk është dërgu me një mendim që të zaknoj dikush. Kompozitori Tonin Tarnaku ka ba vjen melodike të kësaj këngë me një ndjenjë malli për Shkodrën, ashtu siç më ka shpjegu, ka marrë poezin e mrekullueshme Shkodallnysh të poetit Filip Shiroka, të cilën ne gjithë e duam dhe e ndjejmë atë shumë dhe ka menuar ta bëj një kompozim ndoshta jo për konkurim, sa të bëj një këngë të bukur malli për Shkodrën, me që edhe ai është atje larg dhe vjen shumë rrallë në Shkodër. Me thënë të drejtën, në momentin kur më prezantu kënga, nuk kam vënu shumë për me thënë, po, këtë këngë du me knun. Pra të kanë gjitur me një herë? Më kanë gjitë me një herë. Ishte e pa diskutueshme, sa po e kam një gjuhë, kam këthy përgjigjen, du me knun këtë këngën. Sa bukur. Dhe siç duket e ke ndjerë suksesin e saj, sepse vokali yt i admirueshëm me një herë i është përshtatur shtrirjes që ka kënga dhe çdo gjë që ajo kërkon. Besoj që më kanë gjithçka. Qoftë ndoshta edhe vetë kompozitori kur e ka dërgu këngën, e ka dërgu me një piano dhe vokalin e vet. Mirë po e ka kënu me atë shpirt me sa duket më ka hyrë edhe mu direkt në zemër. Nëse Tonini na ndjek në këtë moment, e përshëndesim, një shok i hershëm imi i shkollës së muzikës. Ndërkohë Rezar të pjesëmarrën në një aktivitet të tillë. Si e ndjeve ti, sepse gjithë këto forca artistike, këngëtar, kompozitor, por edhe orkestrant, dirigjent, orkestrues, ishte vërtet diçka shumë e bukur apo jo? Në fakt, unë e ndjeva veten shumë mirë, unë gjithmonë e ndjej veten shumë mirë në teatrin Migjeni. Ja është për të cilësu. Ky festival, me thënë të drejtën, ne gjithve këngëtarëve shkodran, muzikantëve shkodran, na jep një shtysë për të vazhdu përpara me muzikën tonë, me gjanat e reja që bahen në muzikën shkodrane. Dhe kjo vjen nga realizimi shumë i mirë i këtij festivali, një realizim me punë shumë të madhe, të palollshme, por që në fund frytet i ka shumë të mira, si për neve artistët, por ashtu edhe për publikun. Pasi shikohet se sa të kënaqur janë publiku në fund, gati kthehen në disa ditë festash. Për sa i përket organizimit,
Menoj që të fillu nga drejtoresha festivalit zonja Rita Gjeka, dy drejtorët e artistik të festivalit Roland Guli dhe Ilir Zoga. Po, dhe maestro Ilir Zoga kanë punu shumë, janë lodhë shumë, por kanë edhe shumë durushëm me gjithë ne. Kam pas fatin me që kanë tonë, se nuk i them do të temen. Zemër, je shumë modeste. Më duket se këtë e pasqyron gjithmonë në paraqitjet tuaja. Po faktikisht është e vërteta ashtu, është kënga ka fillu aty ku ka fillu, te zemra e kompozitorit. Edhe për të shpërthyer tek zëri. Interpretimi i Rezartës. Faleminderit. Dhe po thosha, e dirigjume me një mjeshtri nga maestro Jetmir Barbullushi, i cili është një mbështetje e jashtëzakonshme për këngëtarin edhe për orkestrën. Kam qenë e kënaqur, sigurisht patjetër që nuk duhet harru me vlerësu edhe dirigentët e tjerë, profesor Kujti Malin që ne kena fatin që i kena në Shkodër, edhe maestro Ilir Zogën, orkestrën duhet me falenderu jashtëzakonisht shumë për punën e palollën që ka ba, por edhe të paktën po flas për këngën që unë kam kënu, Shkoda ndysh, qysh në momentin e parë ku futej Spala me violin, Fini Gjeli, qysh atje më kanë dhënë, qysh në fillim kanë dhënë emocionin e duhun që unë ta kënoj ashtu siç e kam kënu këngën me gjithë shpirt. A mund ta dëgjojmë megjithëse nuk e kemi këngën? Unë duhet me i falenderu orkestrën. Pak një motiv të kësaj këngë. Patjetër. Udha e mbar, sert pran vera, shko dalnysh, tu i fluturu, prej misirit dhe na tjera, fusha e male, tu i kërku. Sa e bukur! Të nderuar dëgjues, po shoqërohemi nga këta tinguj vërtet emocionues, shumë të ëmbël, të bukur, të ndjeshëm. Si gjithmonë me këtë sa bukur. Po mirë, Rezarte, kur u anonçua emri yt dhe i këngës si fituese, e prisje çfarë ndjeve? E prisje, unë nuk e kam menu shumë çmimin, sa kam menu që kjo këngë të shkojnë në zemrat e shkodranëve, edhe të juris, pse ja, sepse dhe ata shkodranë ishin, por flas të publikut në total, jo thjesht juris, sepse kjo për mendimin tem është fitoria ma e madhe se sa një çmim. Është. Vërtet kënga jeton nga suksesi që ka në përhapjen e saj dhe këtë ta uroj. E prisja po unë e kam vlerësu këngën, por me thënë të drejtën gjatë provave, duke qenë sa unë jam edhe me fëmijë të vogël tashmë, unë nuk kam ndajt gjithmonë deri në fund provave. Dhe me thënë të drejtën nuk i kam një gjuhë të tana këngët ashtu siç duhet, për të pas një gjykim të ftoftë me kuptu cila është ma e mira. Kështu por që mu mba qefi diçka që në fundit gjaja ma e bukur që ka në për mu është vlerësimi unanim i juris me publikun. Në një moment nga funi i festivalit, kur po jepeshin çmimet, mbërritën të filloi nga çmimi i tretë. Po, me Luiz Zellin dhe Laurianin, i dyti zonja Mokades Çanga, në Rumja. Mjeshtreja e madhe, që më bëhet shumë qefi për të dy dhe uroj për çmimet. Dhe në fund, kur vjen të çmimi i parë, prezantuesja Rodina Dembacaj tu prit për të ardhur kupa, pyeste publikun. Dhe unë këtë nuk e kam një gjuhë, e kam një gjuhë ma vonë, kam pa videot. Pyeste publikun, kush mendoni se e ka fitu?
dhe ata thrisnin Rezart Asmaja ose Shkoda Ndysh. Edhe kjo është gjëja më e bukur që ka në ullë, faktikisht, edhe që edhe neve na qetëson tek e funit, sepse gjithmonë është ai sikleti mes kolegësh, mes e ju bën të ndjeheni mirë, të ndjeheni sigurt. Në fakt nuk është çmimi i vetëm që ju keni marrë, është një çmim vërtet i dallueshëm, një çmim shumë i bukur, ky i Luleborës, por aktiviteti juaj do të thosha është mjaft intensiv. Rezartën e shohim në aktivitete në Shkodër, por që i kalojnë kufijtë e Shkodrës. Rezartën e shohim shpesh në kompeticionet që organizohen në Tiranë, duke filluar më herët nga Ethet, më pas në disa festivale të këngës në radio televizion, në aktivitete të shumta, në festa të ndryshme, në Shkodër, në Velipoj, një aktivitet i bollshëm. Çfarë mund të më thoni për këto pjesëmarrje? Ndoshta sepse unë kam gjithmonë dëshirën e mirë me kena për publikut, edhe ndoshta edhe se s'mund të rri, nuk mundem me najt pak nu. Është si një pjesë e jamja cila është gjithmonë e gjallë. Më mba qefi edhe jam shumë e gëzume që publiku, po sidomos ai Shkodran, ka qef me m'pas në vazhdimisht në familjare ose knajnë për shtëpis, diskutohet. Por jo me vokal të plot ndoshta. Tash jam me vajzën, mundohem ndoshta më pak, se është shumë e vogël, më pak volum në për shtëpi. I përzgjalli më mirë këngët, sepse aja shumë e vogël, dhe unë kam qef që në veshin e saj me hi vetë muzike mirë, sepse kështu si ka ardhë koha sot për muzikën në Shqipëri, jo vetëm Shqipëri edhe në botë, mendoj që ndoshta ne duhet me u bë pak më selektiv tashmë, edhe mos me leju për me na kalu ose me mbizotru antivlerat tashivlerave, të vërteta, muzikore apo artistike, çdo fushë të artit. Rezartë që dikush të eci në rrugën e ti, natyrisht, duhet një piknisje, duhet një mbështetje, duhen më pas krah që të t'japin udhën, pastaj t'i ecën vetë, kuptohet. Kush e ka zbuluar në fillim dallueshëm vokalin tënd? Mendoj që printe mi një herë, që duhet me i falenderuar zakonisht shumë për gjithë mbështetjen që më kanë dhënë gjatë gjithë jetës teme. Por në qoftë se e shohim me një sy ma profesional, mësuesja jam e shkollës fillore, mësuesja e muzikës, zonja Dorata Tyli. E përshëndesim Dorata. Ishte ajo që dalloi që vokali jem spikate ndër të tjerë, dhe në ata konkurse që baheshin për fëmijët e shkollave për të kalu tek qendra kulturore e fëmijëve, më prezantoj në një nga këto konkurset, edhe ishte më pas profesor Kujti Malia, Roland Gulli, profesori gjithë bashkë, me të cilët na ndihmuan jo vetëm mu, po gjithë fëmijët e tjerë për të ecë përpara, dhe jena shumë mirënjohës për këtë gjë. Rezartë, më pëlqen që je një vajzë aktive, merr pjesë në të gjitha, besoj se nuk kthen asnjë aktivitet që shumë e vërtet kjo. e ndjej nga komunikimi që keni, është duhet të jeni shumë intensive në punën tuaj, këmbgulse, si tip, si e ndjeni veten? E shkathët? Ndoshta nuk është, nuk mund ta lëvdoj veten vetë, por mendoj që unë nuk mundem me najt pa punu, nuk mundem me najt pa ken aktive, du me ken aktive në çdo moment të jetës, qoftë çdo ditë, diçka të re du me mësu, në muzikë apo në një fushë tjetër të artit, por kryesisht në muzikë. Mendoj që deri tani kam vullnetin e mirë, forcën e mirë për të ba qa unë baj. Më vonë nuk e di qa ka me ndohë, po... Ke provuar shumë zhanre të këndosh. Në fakt, ku e ndjen veten më mirë?
Nuk mund me thanë sakt se ku e një veten ma mirë, më pëlqen me iknu zhanret e mira të muzikës, por mendoj që te pop rocku kam eksperimentu i fije ma shumë se të tjerat. Ndoshta edhe tu pas parasysh edhe vokalin tem, ndoshta edhe ma shumë është përshtat kjo lloj rryme se sa rrymat e tjera. Megjithatë, është shumë mirë dhe për këtë duhet me falenderu pak edhe profesoreshën teme Rita Dervishi, që më ka mësu me nda gjana të bukur. Do të thotë një këngëtar kur venos me eksperimentu me rryma, duhet me dit me iknu këta rryma, duhet me dit se ç'a i ndan për njëna tjetrës. E zam, muzika pop ose rock kërkon një potencë vokale, vibrato pak më të shtrume, muzika popullore do një amëlsi, do në disa vibrato pak me lule... Ma të buta. Edhe të buta, edhe me lëvizje pak më të shpejta, vibratot. Ndërkohë, muzika jazz është është një lloj muzike që kërkon amëlsi dhe ka disa vibrato krejt veçanta, të cilat nëse vendosen në vendin e duhur, atëherë je duknu tamam muzikën jazz. Kështu që në qoftë se një këngëtar arrin me bandarjen të rrymave, se ne përmend me 3 po ka rryma pafund, atëherë mundesh me thënë që po, ky këngëtar mundet me i bë këto gjëra. Po mirë, unë të kam ndjekur, po jo vetëm unë, edhe në festa të ndryshme, dhe duke kaluar nga njëra muzikë tek tjetra, flas si zhanër, dhe duke krijuar një spektakël, kam patur idenë që Rezarta jo vetëm të këndoj, por edhe të moderoj. E ke menduar ndonjëherë këtë? E kam menu. Në fakt, me thënë drejtën, unë kam moderu 2 koncerte. Koncertet e pranverës që bën Teatri Migjeni. Në një farë mënyret, m'ash prezentu ideja, dhe unë të ken një vajzë që s'di me thënë kur jo, e kam pranu. Shumë bukur. Dhe kjo ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Ndoshta vitin e parë ka qenë më i vështirë, vitin e dytë pak më i thjeshtë. Po njeriu kështu vi ka të mësu, pikërisht këtu duhet të ndalem. Si ka evoluar jeta e Rezartës nga një vajzë e vogël, aty ku mësuese Dhurata Tyli ka dalluar veçanësitë e saj vokale. Vajzë e vogël mistrece, po. Dhe më pas në një vajzë më të rritur, këngëtare që ecën pa ndroje drejt mikrofonit të skenës, më pas në një rritje të vazhdueshme, në lirshmërinë e saj, në natyrshmërinë e saj, e tani që jeni nën, si kanë ardhur këto aktivitete, jeta artistike dhe jeta personale, si kanë ardhur tek ju? Tash finale me menu, në fakt nuk e kisha menu në një herë, por më vjen kështu gjithaj emocioni i madh përpara. Kur e mendoj veten, për shembull, kur isha fëmijë, një fëmijë tamam, siç thash edhe parë, mistrec. Çamarrok. Që shëtiste në për fushat të shtëpia e gjyshit, ose shpesh herë më gjeni në për muret ose në për pemë, si fëmijë. Po. Vjen një periudhë ku arti të fut në një seriozitet tjetër, në një disiplinë patjetër. Tjetër, arti dhe shkolla gjithashtu. Vjen një ditë kur gjen veten të dalë përpara një publiku shumë të madh, i cili është jo shumë i thjeshtë për ta bërë për vete, por një gjë më ka karakterizuar gjatë gjithë jetës dhe këtë e di, ka kanë siguria në vetvete. Gjithmonë e kam pas këtë gjë, qysh fëmijë vogël, edhe ndoshta kjo është ajo që më ka bërë me arrit deri këtu. Ndërsa qenunit nën është krejt tjetër gjë, është gjëja më e bukur që mundet me i noll një njeriut. Vajza juaj quhet? Ailis. Ailis, eksakt. Është ndoshta një mrekulli, apo jo? Ashtu është. Unë mendoj që
për gjithë nanat edhe babat, fëmijët e tyre janë një mrekulli. Në fakt gjithë fëmijët janë një mrekulli. Unë e kam thënë gjithmonë, ndoshta janë këto fëmijë të vegjël, pa fajshëm, kaq dashtën që e majnë botën gjallë. Si ushqen familja jote tashmë re me bashkëshortin, me njerëzit tuaj, nuk e di se si Rezartën si artiste, çfarë mbështetje jep? Unë kam mbështetje të jashtëzakonshme nga të dy familjet e mia. Edhe nana, baba jem, motrat e mia që më mbështesin jashtëzakonisht shumë, nuk kam me mujt me I falenderu kur si duhet, po ashtu edhe vjera, bashkëshorti, janë njerëz jashtëzakonshëm të cilët kanë pas durimin, e kanë pas një durim shumë të madh me mua, se me kanë artist nuk është e thjeshtë, me pas një artist në familje, është një fëmijë llastum, të cilët duhesh me llastu në momentet kur duhet me llastu. Dhe të paktën shpresoj që të ditë ja shpërblej këtë gjë në ditët kur unë jam më e lirshme, të najt me ta, të jini mu për çado që ka nevojë, por kam përshtypjen se kam për t'ja arritur barazimin. Kur ju e ndjeni këtë, unë besoj se mirënjohja është reciproke. Edhe ata besoj që janë tepër krenar për nusën e tyre, që është artiste. Rezartë, në fakt, ditë pas dite, aktivitetet janë të shumta, nuk e di çfarë të dhurojnë këto ditë. Sepse nuk ka shumë që ishe me festivalin. Po, pra ne është I bukur arti, që neve, unë qysh ditën tjetër, mas festivalit, puna vazhdon, edhe ne kena dalë punë gjithë, kena fillu provat me estradën, me shfaqjen e estradës në Teatrin Migjeni, që po bëhet, realizohet këto ditë, fillon sot dhe deri me datën 4, është një shfaqje shumë e bukur, me humor nga artistët e mrekullueshëm të humorit shkodran, Besnik Qenari, Ziliha Miloti, Drane Gjajeti, tjerës për I përmend gjithë, I ftoj gjithë shkodran të vinë të shojnë, sepse neve në të vërtet humori na shton jetën. Natyrisht. Dhe neve muzikantët muzikantët e Teatrit Migjeni jena support, bëjmë edhe pak show muzikor. Diçka shumë e bukur, interesante, në ndrimin e skeqeve. Ka për të kënë diçka shumë e bukur që duhet më pa patjetër. Ke shumë këngë të realizuara, me orkestra të mira të radio-televizionit, ke të koncerteve të ndryshme, të eventeve qendrore që organizohen në Tiranë dhe tashmë rruga jote është krejt e sigurt dhe e hapur. Po mirë, nuk kemi ndonjë videoklip nga ty? Çështja e videoklipit ka me pak pezull ndoshta për shkakun tem, sepse unë të kenë se kam qef me kenë gjithmonë live, edhe videoklipet gjithmonë mja duk si çuditshëm pak. Megjithatë mendoj që një videoklip është një shtys shumë e mirë për një këngëtar, më falni, për të kenë në sytë e publikut, ndoshta çdo ditë, në transmetimet në televizion e tjerë. Pastaj mendoj edhe diçka tjetër, të cilën nuk e kam menduar përpara, por është ajo që thash më përpara, në qoftë se një artist I vërtet mendon që ka një këngë vërtet shumë të mirë, duhet me realizu me bë klip, jo vetëm për vete, por edhe për veshin e publikut, sepse unë po them, nuk du me kenë demode, po unë veri që muzika ka marrë disa, nuk e di, disa format çuditshme. Edhe kam përshtypjen se ka ardhur momenti që artistat e vërtet duhet me I dhanë pak vetes, me përmysë gjatë tillë, ndoshta, ose me rregullu diçka, sepse brezat që do të vinë mrapa kanë shumë rëndësi, brezat që do vinë pas nesh ka shumë rëndësi ç'a I ofrojmë neve sot, që të kuptojmë se ç'a do të vi nesër. Domethënë është ajo ç'a ne I ofrojmë sot që do të ndihmoj për atë të nesërmen. Ta desha me thënë. Rezartë në fakt më bën përshtypje, ashtu siç edhe vetë the.
është e veçantë që ti ke një zë në top form, në më të shumtën e rasteve, sepse kërkesa jote është gjithmonë live. Po. Çfarë do të thotë kjo? Tash duket që është mirë në top form, nuk e di. Kujdesesh për zërin? Patjetër, kujdesen për zanin, përpiqem të paktën të jem e kujdesshme, kam ato gjanat e mia personale që i du gjithmonë mi pas, mjaltin e mirë për shembull, lemonin, këto gjanat që ndihmojnë që ti ta kalosh një gjendje ndoshta jo fort mirë shëndetësore në mënyrë natyrale, pa ilaçe, kjo është gjë kryesore, po nganjëherë nuk i dihet, ndodh që duhet me marrë edhe ilaçe, gjana të tilla, por kryesorja për një këngëtar është me rujt vokalin, mos me fol shumë. Po kjo është e pamujtën për mu. Kjo pjesa ma pamujtën në kuptimin që komunikimi është diçka e mirë. Edhe kam shumë dëshirë me ba mua vetë. Po gjithsesi prap në top form. Është e vërtet. Është një repertor goxha nga këngëtarja Rezarta Smaja, edhe ne këtu në radio, pa çka se nuk mund t'i transmetojmë në këtë momente për shkak të së drejtës autorit në Facebook, ndërkohë që do thoja një koncert recitali yti duket në sfond diku? E ka menu edhe diçka të tillë, patjetër, por pa marrë formën e duhun, nuk kam me ba. Kur të marrin formën e duhun atëherë jam si natyrë jam e kujdesshme, kur baj diçka të madhe, du me ba tamam të bukur ose hiç. Kjo është diçka, një kërkesë profesionale, do të thosha. Rezart, besoj se pas studios së radios të pret një studio tjetër. Apo jo? Kam shku urgjent të teatri në fund, sepse po bajmë atë mbledhjen e fundit, sante kena shfaqjen, edhe unë uroj suksese gjithë artistëve. Besoj që kam ka një shfaqje shumë e bukur. Unë sot me dëgjuesit e Mirëmëngjes Shkodër, unë dalëm në një stacion shumë të dashur, tek shpirti i një artisteje. Jo vetëm tek zëri në interpretim, por edhe tek ai zëri i brendshëm që e ngaz çdo ditë drejt artit të saj, por edhe drejt marrëdhënieve njerëzore, të cilët siç duket Rezarta i ka shtruar butësisht me dashurinë e saj të madhe për artin dhe njerëzit. Duar trokitje të stuhishme të uroj Rezart gjithmonë sukses dhe këtë sinqeritet në artin tënë, në komunikimin tënë, këtë pasion të madh, këtë intensitet që të jep puna dhe e kthen në entuziazëm për të realizuar gjëra të bukura. Por, edhe në emër të dëgjuesve besoj, nuk të lë të ikësh pa ma kënduar edhe një herë dallnyshen, sepse ajo vërtet ishte shumë edhe është shumë e bukur. Atëherë këndojmë refrenin. Refrenin, po. Shko dalndysh pra fluturim, shkon fluturim, fal me shnet qytetin tim, fal me shnet qytetin tim. Sa e bukur, sa e bukur. Faleminderit. Le të visi një përshëndetje kompozitorit ton Internaku për gjithë shkodrant. Bashkohemi me këto përshëndetje, të cilat natyrisht ushqejnë shumë shpirtin ton, dhe të uroj edhe një herë sukses. Të falenderoj shumë që ishe sot bashkë me ne, Rezart. Ju falenderoj gjithëve, ishte kënaqësi shumë e madhe. Me një gjuzanin tu është gjithmonë kënaqësi e madhe nga radio, por nga këtu ka një emocion shumë më i madh. Faleminderit. Rezart, të falenderoj shumë. Ky ishte takimi i radhës, sepse unë shpresoj që ti të kesh suksese kulminante përsëri dhe do ta kesh përsëri vendin pranë këtë mikrofoni. Faleminderit. Faleminderit. Merci. Për ty Shkodër, mëre zemra, ku më son zobza